Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plotë të kopshtit numër 26 në rrugën e Kavajës, duke vijuar punën për rinovimin e 23 kopshteve të Tiranës përpara nisjes së sezonit të ri arsimor. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plotë të kopshtit numër 26 në rrugën e Kavajës, duke vijuar punën për rinovimin e 23 kopshteve të Tiranës para nisjes së sezonit të ri arsimor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i tha se ashtu siç ishte premtuar më herët rikonstruksioni i kopshteve do të përfundojë brenda verës e mandej vitin tjetër do të nisë puna për ndërtimin e shkollave. Na ka ngelur edhe 13 kopshte, derisa të vijë një shtatori edhe të gjithë kthehen nga pushimet dhe të gjejnë kopshtet e reja, edhe besoj që për Bashkinë e Tiranës nuk do të ketë pushim gjatë kësaj vere. Dhe do të punojmë me turne që dhe 13 kopshtet e fundit që na kanë mbetur, ne t'i kapim deri në shtator, që kur gjithë princit e princeshat e Tiranës kthehen nga pushimet, të kenë mundësi që të gjejnë kopshte moderne dhe besoj që sot Tirana ka jo vetëm kopshtet më të mira publike në Republikë, por padyshim edhe në rajon me gjithë investimet dhe gjithë renovimet që kanë ardhur. Velia i falenderoi gjithë kompanitë private që ishin edhe financuese të projektit për rikonstruksionin e të gjitha institucioneve arsimore në Tiranë.